për Asamblejë Komunale. Dhe do të thotë shumë shpesh anashkalohet Asamblejë Komunale dhe ndoshta ka edhe qytetarë që voton për kryetar mirë për Asamblejë voton fare. Edhe ndoshta edhe ky është një prej faktorëve sepse një kandidat për kryetar ka vota më shumë se sa partia e tij. Do thotë kemi dikën që ndoshta ka votuar vetëm për kryetarin dhe para Asamblejë Komunale as është mërzitur. Mirë, po kjo shkakton probleme, siç e përmendet edhe ju. Po që ka pasur edhe banalizime shpesh me numrin për shkak të asamblesë, po që partitë sidomos ka lista fund vetëm fusin kandidat sa për ta arritur atë numrin e kërkuar, po që nuk i merr seriozisht as vetë partia. Pikërisht, tash e dimë edhe në zgjedhjet e fundit i kemi pas dy parti që kanë pretenduar se i kanë fituar zgjedhjet lokale. Partia Demokratike e Kosovës ka thënë se ne kemi fituar më shumë ti komuna dhe jemi fitues. Në anën tjetër LDK ka thënë ne kemi fituar më shumë të asamblesë dhe ne jemi fitues. Do thotë, është fakt që janë dy zgjedhje të ndryshme, janë dy fletë votime të ndryshme. Ajo që e kemi pa dhe do ta shohim fatkeqësisht edhe në të ardhmen është që do të ketë një disbalancë të madh mes kryetarëve të asambleve komunale të tyre. Kemi pa Prishtinën, kemi pa Gjilanin, kemi pa edhe raste të tjera në komuna të tjera ku kryetari tash mund ta diskutojmë a ka qenë përgjegjësia e kryetarit apo e partive politike në asamble, mirë po kanë shkaktuar probleme të mëdha, tash aktualisht Prishtina nuk ka buxhet fare. Edhe ky është rezultat i konfliktit që është krijuar në asamblenë komunale ku Pra numri votave brenda partisë fituese brenda asamblesë ka shumë rëndësi. Pikërisht. Edhe unë shpresoj që në të ardhmen do t'i kushtohet edhe më shumë rëndësi ndoshta edhe fushatës të kandidatëve për asamblejë komunale dhe fushatës për parti politike. Megjithatë, Erthan, për shkak të regjistrimit të popullsisë në 38 komuna, ne kemi parë që 15 për tyre do të pësojnë uljet numrit të anëtarëve nëpër kuvende komunale. Si do të ndikojë kjo edhe në përfaqësimin e partive politike, individëve të rinj brenda, por edhe a mund ndikojë edhe tek vendimarrja pastaj? Mendoj që ajo që ka qenë më domethënë se ka qenë ndryshimi i numrit të votuesve në Prishtinë, se nuk ka bënë në zgjedhjet e fundit qendrore, kemi pasur një rritje mjaft të madhe të qytetarëve që ndoshta janë transferuar nga qytetet e tjera dhe ky mund të jetë potencial për partitë të caktuara që të marrin më shumë vota këtë herë dhe mbetet të shiheta do të materializohet kjo. Mirë, po kjo ka qenë diçka që është diskutuar në zgjedhjet e fundit qendrore, sidomos nëse shihni ato përqindjet e partive politike në zgjedhjet qendrore, mirë, po në nivelin e Prishtinës kemi pa ndoshta një ndryshim për dallim prej zgjedhjeve të fundit lokale. Kështu që lëvizja e qytetarëve është normale. Ne kemi pas shumë qytetarë të Kosovës që kanë jetuar në Prishtinë deri vonë, mirë, po kanë shkuar në komunat e tyre dhe kanë votuar. Ndoshta tash ata njerëz numri i tyre ndoshta e kanë bartë më në fund adresën e tyre në Prishtinë dhe bëhen normalisht që bëhen votues të kryeqytetit. Dhe kjo mund sjellë ndryshime sa i përket edhe përfaqësimit të partive politike në asamblenë komunale dhe unë jam shumë interesuar të shoh ato rezultate dhe të shoh se si do të jetë përbërja qoftë e komunës mirë po edhe qyteteve tjera të mëdha, pasi që thash kemi pa shumë probleme sa i përket asambleve komunale, edhe mos ta harrojmë kuvendi komunal i Prishtinës në mandatin e kaluar ka qenë një cirk, çfarë seanca ka pas aty. Njëjtën kohë i dim ato shkrimet e mediave dhe ato zërat nga vetë kuvendi komunal ku vota është shit dhe ka shku pazari me 100.000 euro. Do thotë është bërë pazar i pastër mes ekzekutivit dhe kuvendit këtë rast. Këto janë gjitha ndoshta shkrime mediale, ndoshta janë... Me këtë tema si përmendër forën e fushatëve. Fushatë në qendër ka qenë qytetare. Kjo është diçka që në fakt ka qenë pak për mu habitse se si ndoshta dhe partit opozitare në komunat saktuara dhe në Prishtinë këtë rast nuk kanë fol as pak për problemin e korrupsionit, sidomos sa i përket të ashtu quajturës mafi ndërtuese, të cilën ndoshta njëri prej kandidatëve ka përmendur, mirë po vetëm ai, nëse zgaboj Bek Berisha ka qenë mjaft i zëshëm në Çka tregon pasaj kjo? Cili është mesazhi prapa kur nuk e përmendin? Kjo tregon që për mua është shqetësuese se kur nuk e përmendin mund të nënkupton që ndoshta ata vetë janë pjesë atyre aferave që ndoshta kanë ndodhur në të kaluarën dhe nuk kanë humbur shumë kohë në këtë drejtim. Ne kemi dëgjuar në të kaluarën në Asamblenë Komunale ndoshta edhe kuvendar nga lëvizjet vendosë që kanë votuar për kryetarin bazë të kërkesës së kryetarit për shkëmbime të ndryshme. Do thotë kemi dëgjuar të lifar fjalë qoftë në media mirë po qoftë edhe nga vetë anëtarët e Asamblesë Komunale të Prishtinës.
herë për thëmë asamblej, herë kuvend, mbase... Zyrtarisht me ligjin për veçeverisë lokale është kuvend komunal, për shkak se është edhe keni të debatueshme. Izdesh tjetë kuvend, asamblesë apo këshilltar të kuvendit komunal. Kuvendar, po. Nëse është kuvend, është kuvendar. Kështu që nëse duam t'i përmbahemi atyre definicione, atëherë kuvendi dhe kuvendar, mendoj. Nga e që kemi parë, deri tani sa i përket përfaqësimit në kuvendin komunal, partitë, subjektet politike kanë caktuar në disa raste bartës të listave edhe zyrtarë ose që janë deputet aktualisht të kuvendit të Kosovës, me synimin për të marrë sa më shumë vota, me që dihet që janë fytyra më publike edhe më të njohura në terren, por sa themi sa është e drejtë, sa është e menaxhe për qytetarin kur dihet se shumë prej këtyre bartësve të listave nuk do të jenë në asamblenë komunale, por do të mbesin deputet të kuvendit. Pikërisht këtë desha ta them, mendoj që këtu është mashtrimi, se nëse një deputet i kuvendit të Kosovës vendosë të marrë pjesë në zgjedhje lokale dhe bëhet antar i kuvendit komunal, atëherë çdo gjë në rregull. Mirë, po nëse ata bëhen bartës të listës ose janë në listën zgjedhore vetëm për shkak të tërheqjes së numri më të madh të votuesve dhe pastaj që të tërheqen prapë në kuvendin qendror të Kosovës, është definitivisht një mashtrim elektoral dhe është diçka që nuk i shdesh të ndodhë. Mirë, po dënimi më të madh këtyre mund t'ja votuesi. Dhe ajo është dënimi më i madh që mund të vihet që të mos votohet në ato raste. Siç kemi parë po ashtu edhe në zgjedhjet parlamentare kur kanë kandiduar kryetarë të komunave për të marrë sa më shumë vota, megjithëse ka pasur një vjedhje më të madhe themi në këto zgjedhje të fundit ku ka pasur po subjekte që s'kan kandiduar kryetarë të komunave për deputet. Edhe në zgjedhjet e fundit qendrore kemi pa një lloj mashtrimi të tillë elektoral ku, siç e thatë edhe ju, kryetarët të komunave janë hinë ato listat zgjedhore edhe pse e kanë ditë dhe kanë thënë paraprakisht që edhe nëse fitojnë nuk do të marrin postin, do thotë kjo është s'mund të quhet ndryshe përveç mashtrim elektoral. Do të vazhdojmë pak, Artan, me lidhje tona direkte me kolegët tonë në terren, të cilët po vazhdojnë të përcjellen zhvillimet procesin zgjedhor zgjedhjeve lokale. E kemi Ardiana Dragushën këtu në Prishtinë, e cila do të na informojnë për mbarvajtjen e procesit deri në këto momente. Atëherë, Ardiana, përshëndetje dhe lidhja për ty. Tonika, përshëndetje dhe për ty, për fitimin dhe për gjithë shikuesit e Kua Vizionit. Vazhdojmë me qëndru këtu në komunë të Prishtinës për të mbuluar dhe përcjellë në lidhje të drejtë për drejta gjithçka sa i përket procesit zgjedhor. Më saktësisht kemi ardhur tek shkolla Emin Duraku këtu, e cila numëron 4130 votues dhe jemi bashkë me drejtorin Visazh Osmani, i cili njëkohësisht është edhe menaxher i kësaj qendre të votimit. Shohim nëse ka nisur gjithçka me rregull, por edhe sa i përket ecurisë ditës së sotme deri në këto kur po flasim. Drejtori, mirëmëngjesi, jemi super programit të mëngjesit. Përshëndetje, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit, mirë se keni ardhur. Si po ecë fillimisht ky proces, meqense dim prej orës 7 gjithçka hapet, pra sa i përket qendrave të votimit, a ka